Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi si çdo ditë nga kjo studio. Me të ftuarit e mi duke ju uruar veçmbarësi. Të sjellim alegri në qytetin e Shkodrës. Me gratë që dashurojnë biçikletën. Të sjellim ndjesitë më të bukura për një mjedis të pastër. Të sjellim haren e të gjithë atyre grave që e praktikojnë biçikletën, por edhe që mund të përhapin nisma të bukura dhe të tregojnë sa ata munden. Duke e drejtuar këtij mjeti shumë ekologjik, nesër, që është dita botërore pa makina, nxënës, mësues, por jo vetëm. Gra, vajza do t'i bashkangjiten një nisme të bukur. Në fakt, një nga nismëtarët e kësaj nisme është zonja Kydret Kaduku, të cilën e përshëndesim me shumë respekt. Një nga zonjat që shpërndan mjaft qytetari dhe që njihet për aplikimin e biçikletës dhe në stil të gjerë do ta quaja. Ajo ju drejtua një gjimnazit Osokuka për ta aplikuar me mësues dhe nxënës, por jo vetëm këtij kolektivi të madh të rinj, të rejash, për të sjell pikërisht këtë hare ditën e nesërme dhe për të bërë një xhiro të madhe me biçikletë. Do të ndalemi sot në pikërisht në këtë temë, ndaj në studio sot kam ftuar mësuesen e gjimnazit Osokuka, zonjën Suela Durraj. Mirëmëngjes, profesoresh, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmëngjes Merit, zërin më i dashur i mëngjeseve shkodrane. Në fakt, pas shumë vitesh ju ktheheni në radio, pasi që nga hershmëria juaj, që kur keni qenë nxënëse dhe studente. Dhe është kënaqësi gjithmonë që ti jesh pranë josh. Ju falenderoj që na bë të mundur që sot nëpërmjet Radio Shkodrës ne t'i bëjmë ftesë të gjithë qytetarëve, të gjithë të rinjve të rejave, të gjithë shkollave të mesme të qytetit, që nesër të marrin biçikletën e tyre, të vishen bukur, të jenë plot energji dhe të japin ngjyrë qytetit tonë. Profesoresh, më duket se tek fjalët tuaja gjen shumë bindje, shumë përkrahje. Ashtu si edhe ju e thatë, nisma filloi nga një telefonat e zonjës Kydret Kaduku, që unë kam vite që e njoh dhe admiroj për energjinë pozitive që ajo mbart dhe për idetë e bukura gjithmonë në funksion të qytetit edhe jetës së shëndetshme. Më pëlqeu jashtëmase sepse për situatën që ne kemi kaluar në këtë pandemi të sikletshme për të gjithë, duhet i rikthehemi fuqishëm jetës me plot ngjyra dhe hare. Dita pa makina, ne gjithmonë kemi bërë aktivitete sensibilizuese në mbrojtje të mjedisit, por ky ishte një format komplet ndryshe. Sepse gjithmonë ne përdorim biçikletën me veshjet e zakonshme sportive, por nesër ne do i ftojmë të gjithë ata që duan biçikletën të vishen ndryshe. Do të ndalemi gjatë bisedës. Së bashku në këtë studio kanë ardhur edhe dy nxënës janë të rinj. Është Enesa Mlloja, mirëmëngjes Enes. Faleminderit. Mirë se erdhe. Besoj se të kanë gjallur interes kjo nismë. Patjetër. Në radhë parë, kur e morë me vesh do bëj një nismë e tillë, më pëlqej shumë. Në fakt, e kam dëgjuar dhe më parë, duke qenë se kam lidhje të ngushtë me shtetin turk, me gjuhën turqisht, dhe kisha dëgjuar dhe më parë dhe më pëlqej shumë. Fakti që kishin marrë pjesë vajza, gra. Të tregoj Enesa se si lindi, sepse Kydreti na i solli si iniciativë. Po do të prezantojmë dhe Aresin, që është që përfaqëson
djemt. Nuk janë të përjashtuar djemt, apo Jo, jo? jo, absolutisht. Enes Dashi, Ares Dashi. Përshëndetje Ares. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj se kjo nismë të ka pëlqyer. Do të bashkangjitesh, ke një biçikletë tënde? Po, besoj çdo shkodron dije që ka një bicikletë Disa E bicikletë. pra, po megjithatë kur ke biseduar në shtëpi, besoj se nuk e di, nana, motra, nuk e di në ke motër, por si kanë reaguar? Të gjithë prej të mirë, kjo është një ditë që gjithmonë ka kanë pjesë e traditës shkodrone, Po, por biçikleta. një nga qejf me asjell pak më ndrysh, një pru më tepër ngjyra kësaj feste. Dhe shpresojmë që Po. kena edhe mbështetje në çdo shkodroni. Një gjë shumë e bukur. Ndërkohë që zonja ky drejt ndezi si thuhet dritën. Në fakt e kishte pa në qytetet e Italisë, i kishte pëlqyer jashtë shumë dhe kishte thënë pse mos e bëjmë në Shkodrën tonë. Ne kemi të gjitha kapacitetet, traditën dhe më shumë se i shkon Shkodrës ky aktivitet askujt tjetër. Një grua shumë energjike që Dhe pastaj kur kishte filluar të bënte një research, kishte marrë vesh që kjo si iniciativë kishte lind në Turqi, atë që donte të thotë Enesa pak Po. përpara. Enes, Atëherë është krijuar për herë të parë si eveniment në Turqi në vitin 2013 nga një mësuese historie e quajtur Sema Gyr. Unë nis nga historia e saj personale, përmes rrethit të saj shoqëror, kishte arritur të mësonte biçikletën në moshën 38 vjeçare. Dhe donte të inkurajonte të gjithë gra, vajza dhe jo vetëm që mund t'ja dilnim, dalim gjithë bashku. Ajo arriti të bante kilometra të tërë më vonë dhe donte të krijonte diçka ndryshe. Pse jo dhe në ditën pa makina, të përdorte biçikletë. natyrisht kur një nismë është gjithë përfshirëse, ajo ka me vete edhe suksesin e saj, apo jo? Më vonë ajo shkoi të jetonte në Itali dhe e çoi nismën edhe në qytetet italiane. Dhe kjo e veshura ndryshe, unë kam përshtypjen që edhe besoj fort që t'jepet një sensibilizim që biçikleta nuk mund përdoret vetëm për aktivitet sportiv. Po. Biçikleta është një mjet të cilën ti mund të shkosh edhe në zyrë, mund të kemi dëgjuar që shumë kryeministra europian shkojnë në punë me biçikletë. Makina është një mjet shumë i rëndësishëm për të kryer punën, nevojat personale, por sa më shumë ta shmangim, aq më mirë dhe aq më shëndetshëm jetojmë. Jo vetëm për ndodhjen e ambientit, por është edhe një mjet që të jep një lëvizje trupore, që të bën aktiv, apo jo, Enes? Ju e aplikoni biçikletën? Po, është aksesori mund të thëmë që përdori më tepër në çdo ditë, është diçka që përdor rregullisht. Për çdo transport që kam nevojë nuk është se përdori makinën, sepse ne jetojmë në një qytet vogël. Me biçikletë gjithçka është aksesueshme. Relativisht të vogël, sepse vendet europiane që duke Okej, po. po tu e krahasuar me qytetet e Shqipërisë jemi goxhejma. Është madje shtrirë vetëm Unaza perëndimore lindore ka 13 a më shumë kilometër, nuk e di sa sakt jam, po gjithsesi edhe sikur Unazë është ti biesh ke bërë një stërvitje të mrekullueshme. Por kjo nismë ka të bëjë me një impakt social, me sa shoh. Sepse është një komunikim femror, qytetar për të shpërndar haren e aplikimit të një mjeti të tillë, për të shpërndar edhe komunikimin e bukur siç mund të bëjnë gratë dhe vajzat. Fuqia e femrës. Duam që ta tregojmë shpeshherë që jemi një forcë shumë e madhe e shoqërisë. Dhe ky aktivitet kam përshtypjen që do ta tregoj dhe do ta mbështes sërish këtë diçka, këtë forcë. Zonja ky drejt sot nuk ndodhet në studio, nuk ndodhet në Shkodër, as në Shqipëri. Ajo është në Itali, e përshëndesim, por përpara se të largohej, e përshëndes me shumë respekt. Ajo më ka sjell në radio disa materiale shumë interesante që lidhen pikërisht me arsyen pse pikërisht duhet një lëvizje e tillë, një nismë e tillë. Besoj se ka disa vlera. E para është ajo që
ke të bësh direkt me natyrën, por e dyta edhe për të treguar fuqinë edhe se si gratë mund t'ja dalin. Ky aktivitet për shumë kënd që po e dëgjon tani thot çfarë po bëni një shëtitje me biçikletë. Por gjërat e vogla ndonjëherë sjellin ndryshime të mëdha. Sepse ne që punojmë me brezin e ri vëmrej që është shumë e vështirë që ti drejtosh drejt jetës së shëndetshme, sepse kanë më kollaj të marrin makinën të shkojnë për një kafe dhe shumë pak janë me vrap, me aktivitet fizik, me biçikletë apo të kenë një edukat sportive që t'i largohen lokaleve dhe orëve të shpenzuara kot dhe t'i drejtohen një jetë më aktive. Kështu që duhet, edhe pse mund të duket një shëtitje e thjesht, por kam përshtypjen se do godas edhe do sjell një ndryshim. Por më tepër Shkodra ka një traditë të hershme. Qyteti i biçikletave. Pse duhet që të mos e përdorim këtë element social, do ta quaja, në armë të fortë. Apo ja. Është një Ne i kemi bërë ftesë edhe 2 gjimnazeve të tjera dhe Jordan Nisje si shkolla dhe 28 nëntorit. Besoj që nesër do jemi të 3 bashk rrugëve të qytetit Shkodrës, por nëpërmjet valve të Radio Shkodrës i bëjmë thirrje të gjithë shkollave të tjera që të na bashkohen nesër. Dua të theksoj këtu që kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë të policisë së shtetit edhe të bashkisë Shkodër. Shkolla jonë ka rreth 1 vit e gjys që është bërë shkollë qendër komunitare me ndërmjetësimin e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, i cili po na ofron një bashkëpunim dhe tavolina të përbashkëta të bashkisë, policisë edhe gjimnazit tonë në kuadrin drejt një komuniteti të qëndrueshëm. Vëre që po funksionon goxha mirë, sepse çdo problematikë që ne kemi pas, vjen përfaqësuesi i bashkisë dhe merr direkt dhe bën prezente pranë ambienteve dhe policia gjithmonë na ka mbështetur, por tani jemi si më partner të cilët po i vendosim gjërat më në vijë të gjithë problematikave që kemi pas. Dje në shkollën tonë ka fillu rikonstruksioni i trotuarit të shkollës që kishte vite pa vendor, ndërkohë që presim që edhe te aktiviteti nesër policia do të na shoqërojë nga momenti që ne do dalim nga shkolla për të siguruar edhe normalisht mbarvajtjen, sepse do të jenë një lum biçikletash që do bllokojnë rrugët e qytetit dhe do të na ndihmojnë gjatë gjithë paraditës. A ka një kod? Ju e përmendët në fakt, është një kod i veshjes që mos hajdeni me tuta. Kjo është një mos larg të zakonshme. Nesër do jemi me fustane, do jemi femra në biçikletë, do janë djemtë elegant në veshje, me këmisha, me pantallona të rregullta, për t'i dhënë një dimension ndryshe. Mundësisht të zbukuruar biçikletat me lule, me gjëra festive, fjongo, tullumbace, çdo gjë me ngjyra. Jeni përgatitur për këto, se e mendoni që të realizoni një paraqitje të tillë? Po. Sepse këto japin më tepër ngjyra të qytetit, të heqin më tepër vëmendje, edhe nxisin të heqin vëmendje, edhe nxisin qytetarët me kanë pak më kushtar, pse janë të e bë këtë gjë, cili është qëllimi i këtyne, pse se pa i bashkohen edhe na. Ndërkohë, ideja e bukur e festimit sjell diçka shumë të këndshme. Festat janë të bukura. Pse të mos ngjallësh një ndjenjë gëzimi apo jo? Kemi rreth 2 vite të pandemisë. Aresi është edhe përfaqësuesi i qeverisë së nxënësve, drejtuesi i saj, dhe kemi qenë në një gjendje qetësie, apatie, që edhe pse i kemi pas ide, nuk kemi mund t'i vëmë në lëvizje për shkak të situatës. Duke shpresuar që ky vit i ri shkollor
t'jetë i mbarë dhe t'jetë fizikisht përballë fëmijëve tanë të dashur në ambientet e shkollës, t'jetë ky aktivitet një augur i mirë për një fillim të ri, për një jetë të shëndetshme, për më shumë energji dhe më shumë harmoni për cilën gjithë kemi nevojë. Le ta shpresojmë këtë. Tani si me qenë se është fillimi i nisjes zyrtare të vitit shkollor, pse jo, me një atmosferë të tillë të bukur. Janë bashkuar edhe djemt kësaj nisme? Po. Ares? Në 3 shkolla që në marrë pjesë janë bashkuar djem, po ne bëjmë thirrje çdo djalit, çdo që ka qef më në bashku, marrin biçikletën, të ruajnë kodin e veshjes, do të na bashkohet. Pra është një kusht, kodi i veshjes, apo jo e Nesa? Po, patjetër. Nesër me fustane, vajzat dhe me kostume djemt. Do takohemi gjithë së bashku. Kur do takoheni, në çfarë ore? Sepse nëpërmjet këtij programi ne besoj se mund të shpërndajmë edhe një thirrje sensibilizuese që jo vetëm gjimnazet, por edhe gra, vajza, pse jo të bashkohen ne kësaj. mendojmë që aktiviteti do bëjmë lëvizje nga shkolla jonë në ora 9:30. 10 pa një qerek që të bashkohemi te sheshi te sheshi Luiz Gurakuqit, aty ku do bashkohemi me dy gjimnazet e tjerë, po. Dhe pastaj nëpër pedonale do shkojmë te sheshi Demokracia, do ecim nëpër Parrudh, Çabie dhe një rreth rrotullim dhe do vim sërish. Do të ketë ndonjë diçka që vërtet mbase të qeshura, shpresojmë. Thirrje gazmore. Ne kemi folaj shumë, kemi sensibilizu shumë, kemi bërë ftesa shumë. Tani takon çdo qytetari, çdo të riu dhe të reje të bashkohet me ne në një ditë ndryshe. Unë po jap një eksperiencë, sepse vëre do më thënë që gjëja e parë shmangen, përdojnë, thonë, se po i shohim rrin pak indiferent, spektator. Po ta krahasoj brezin tani me brezin e para 10 vjetëve, kur ato nuk e kishin telefonin dhe teknologjinë kaq të përparuar, ishin më të dashur me çdo gjë që ti ofroje. Ishin më të etur. Kurse tani ndoshta fal teknologjisë, ata navigojnë gjithë ditën, ky brez i ri i shef shumë gjëra aty dhe janë pak më egoiste. Dhe dje që shkova dhe ju dash si ide një grupi nxënësve të shkollës, e para ishte nuk e di, ndoshta vetëm një vajzë ishte, po unë nesër do vi. Okej, me këta duhet kesh durimin më të madh, sepse këta vetëm duhet t'i ngacmosh, se pastaj thonë po, vërtet duhet të bashkohen. Dhe në 30 vjet që kishte atje klasa, kur i pyeta gjithë secilin prej tyre, po mirë ti pse nuk vjen? Po nuk e di. Ishin edhe vitparista, klasë 10, ambient i ri, gjimnaz, shkollë e re, mësues të ri, vinë nga shkolla të ndryshme, nuk e njohin njëri tjetrin. Thash, më tregoni arsyen, edhe e zgjidhim bashkë. Nëse është një problem që ti vërtet nuk mund të vish, atëherë unë e kuptoj. Dhe vura re që në 30 vjet, vetëm 2 nuk mund vinin se e kishin shtëpinë larg, kurse pjesa tjetër thanë po. Do vi. Është e bukur të frymëzosh, dhe ndoshta mësuesi, shkolla, institucioni e ka këtë mundësi për të frymëzuar nxënësit, brezin. Ndjehesh e frymëzuar e Nisa? Patjetër. E Nesa. Patjetër, më pëlqejnë shumë aktivitete të tilla dhe kur shkollat ofron diçka të tillë, normal që dhe mësuesat njëkohësisht, normal që ndihem e frymëzuar. Ndërkohë që në rrethin tënd shoqëror, në familje apo diçka, si ta kanë pritur këtë? Sepse klasa jote besoj se do të jetë e gjitha, ju jeni maturant. Atëherë, edhe në familje e kam shpërndarë, por fakti që orari nuk është ora 10 e kështu, janë e punë, nuk besoj që do të bashkohen, por a ditë që zonja Kundret më dha idenë e nismës,
tha e kam shpërndar në shumë gratë qytetit. Po, Mirë, dhe ajo më përmendi disa nga gratë. Por kam pak se data 22 në atë ditë do të ishte shumë mirë që të ishim gjithë bashkë. Po për shkak të angazhimit të punës, shumë punonin në banka, në institucione të tjera që nuk mund të bllokojnë procesin e tyre të punës, kurse ne, pjesa e rinis, ishim perfekt për këtë pjesë. Është shumë e rëndësishme që të japësh një mesazh konkret në një ditë siç është dita botërore e mjedisit. Ndërkohë që për mjedisin kemi mjaft për të folur. Qytetet europiane punojnë shumë në këtë drejtim. Dhe ata nuk kanë vetëm një ditë, po kanë gati një javë, bile kanë gjithë vitin në funksion të kësaj. Po nga data 16 deri 22 ato kishin gjatë gjithë kohës sensibilizime në funksion të mbrojtjes natyrës dhe të mjedisit. Ju keni zgjedhur një mundësi për një qasje ndaj një mjedisit të shëndetshëm, të pastër, pa ndotje në ajër. Po sa rëndësishme është që kjo qasje të jetë në të gjithë aspektet e mbrojtjes së mjedisit. Atë doja të thoja tani që shumë punë e madhe. Ky është një element shumë i vogël për krah asaj pune që ne, sidomos shkollat, sidomos gjimnazet, sepse në gjimnaz formohet karakteri, formohen qytetarët e së ardhmes. Dhe fal profesionit tim që po bëhen gati 25 vite dhe më tepër, kuptoj që mësuesat e gjimnazit kanë një peshë shumë të rëndësishme në të ardhmen e qytetit. Kështu që ky aktivitet është një sensibilizim, por krahas këtij duhet të ketë pafund, nuk duhet të jetë një ditë 22 shtatori që ne të marrim biçikletën dhe kaq e mbaruam se hedhja mbeturinave për shembull është tani në Velipoj, që pushuesit kanë ikë, të dhem syri dhe ndihesh shumë keq që të shohësh ranën se sa e pistë është. Ato pushues të papërgjegjshëm që kishin lanë mbeturina pa fund, sepse kur kanë kënë plazhet private, çdo plazh e ka hek edhe ka pastru në mëngjes ti, kurse tani ato ishin shkput dhe shkojnë familjar ditor, që aty ku han, aty kishin lanë kanaçe, shishe. Mos ka të bëj kjo edhe me një sepse tradita në Shkodër ne shpeshherë edhe kemi shku edhe në Velipoj, jemi mbështet nismave të ekomendjes, dhe nxënësit tonë janë lodhur vërtet shumë duke hek gjithë duke pastru ambientet e rënës apo të plazhit në zonat periferike. Po për mua nuk është zgjidhje, sepse duhet që ta kuptoj që nuk duhet me hedh aty. Përveç, mos keni mendimin se përveç anës sensibilizuese për një mjedis të pastër duhet të funksionojë edhe forca e ligjit. Po patjetër. Po patjetër që duhet forca e ligjit. Gjithmonë sensibilizimi është gjëja, po kur e shef që sensibilizimi nuk është të funksionuar ashtu siç duhet te disa qytetarë, atëherë duhet me pas mbështetjen e forcës ligjit, që fundja fundit mi bë me menduar pak më tepër disa qytetarë që unë pa bëj këtë punë, po kam ligjin mbrapa. Nëse ligji është i fortë, atëherë sensibilizimi është edhe më i fortë. Mendoj se kjo është një ideja është që policia, bashkia nuk mund të jetë në çdo moment aty ku hidhen mbeturinat. Absolutisht nuk mund të jetë, por një sinjal ose shumë sinjale mund ta japin. Ne duhet jemi, edhe kur e shohim dikë që e hedh aty, duhet t'i tërheqim vëmendjen, duhet fillojmë ndryshim nga secili prej nesh. Shumë pak njerëz e mendojnë kështu, ne kemi shumë për të bërë për të ndryshuar. Ndërkohë që në hershmërinë tonë të gjithë mbeturinat e familjare i mbanin në një qoshe të oborrit dhe kur vinte karroca i derdhnin në një ditë të caktuar. Kjo tashmë nuk funksionon. Kur vinë në Shqipëri është shohin që shtëpiat brenda janë të pastra dritë dhe rreth rrotull shtëpiave, pallateve është një pislek i papar. Kjo do të thotë që kjo ndjeshmëri që ne kemi për banesat nuk është tamam ashtu siç duhet, sepse nuk mund të kalosh mi plera për të mbërritur atë e pastër.
duhet një ndërgjegjësim shumë më i madh. Po kjo fjalë është prej vitesh dhe unë mendoj që forca e ligjit duhet të ndikojë pak më shumë. Koordinimi i shumë elementeve besoj që do bënte një ndryshim. Nesër është 22 shtatori, dita botërore e mjedisit. Vetëm nga kjo secili prej nesh të mendoj, qoftë edhe për një orë, një minutë, një gjysmë dite, ti shërbej vetes dhe komunitetit në një ndjesi dhe në një qasje tepër sociale. Nisma bashkohuni në biciklet, me haren, me ndjesin që të jep komunikimi në rrugë të qytetit, në ajër të pastër, në haren dhe në qimën që të fal një veshje e bukur qytetare është shumë bukur nga zlës, apo jo? Patjetër. Ju do ta prisni ndoshta shumë bukur nesër. Do t'i zbukuroni dhe bicikletat me lule. Keni marrë lulet e Stinës, akoma nuk janë vyshkur nga Stina. Edhe kemi surprizë nesër për instancëve të ndryshëm, të shohim se si po Shkodra, qyteti që ne kemi zgjedhur me jetu dhe e duam aq fort, duhet që të gjithë bashkë ta mbrojmë edhe t'japim shkëlqimin e gjithmonë. Le të shpresojmë që kjo nis më para që ndodh në Shkodër, në Shqipëri dhe në Shkodër, të pasohet më pas dhe të marrë një përfshirje akoma më të madhe. Është rëndësishme që të jemi nismëtar dhe të frymëzojmë njerëzit për të realizuar gjëra të bukura që t'japin shpresë, që t'japin ngazëllim, që t'japin njësinë e të qenit bashkë me njerëzit. Është një vlerë që besoj anon në shumë anë të shpirtit dhe të qenies njeri, qytetar, shkodran, shqiptar. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë që ishit sot duke këtu në Mirëmëngjes Shkodër, duke menduar që ta shpërndajmë pikërisht këtë bisedë në mjaft familje qytetare shkodrane, që nesër të bashkohet nismë suaj, të jenë aty, të veshur bukur, për të shpërndar shpirtin e bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe uroj shumë bashkësi dhe sukses. Le të jetë ky viti i parë i një nisme që të marrë pastaj një qytetari dhe një përhapje akoma më të madhe. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.